Kufoma e muslimonit, e theksoj kufoma e muslimonit duhet të ruhet e paprekshme, mos thyhen kockat, mos prishen organet e tij dhe duhet ta kenë parasysh këtë gjë familjarët. E dyta, varroset për shembull dikush kalojnë 10 ose 20 vite dhe familjarët thonë që ne do tashmë të hapim varrin, do varrosim një tjetër. Në të njëjtin vend kur për shembull ka vdekur gruaja dhe burri thotë unë do të varrosem aty ku është varrosur gruaja, ose ka vdekur prindi dhe thotë fëmia do varrosem aty ku është varrosur prindi para 10, 20 apo 30 vitesh. Ndërkohë kur hapet varri, kockat, kufoma e të vdekur, kocka, skeleti gjendet dhe pastaj ata që hapin varrin dëmtojnë kockat. E kjo është ndaluar në Islam. Nuk lejohet të dëmtohen, prandaj përdesë është i vdekur aty nuk lejohet të hapet edhe një herë varri, do të hapet një varr tjetër. Ndërsa nëse ekspertët thonë që kufoma është dekompozuar, kockat janë të rretur dhe nuk mbeten më, atëherë lejohet që të hapet një varr tjetër aty, apo lejohet bën dhe shërbime të tjera përderisa nuk ka më kocka. Përderisa ka kocka nuk lejohet të preken, të dëmtohen. Gjithashtu mund ndodh për shembull për një rrugë, për rregullime urbanistike, mund të prishen varrezat, thonë që janë varreza të vjetra e kështu me radhë, përderisa janë varreza muslimanësh një. Dhe e dyta, përderisa ka kocka dhe mund të thyhen, mund të dëmtohen, nuk lejohet të prishen. Dhe duhet që këto shërbime çfarë janë? Janë thjesht për bukuri. Nuk lejohet që një gjallë të bëjnë shërbimet në një mënyrë të tillë, të rregullojnë punën e tyre duke dëmtuar të vdekurit. Kufoma e vdekurit është e shenjtë, kockat e tij nuk duhet preken, nuk duhet thyhen siç kuptohet nga hadithi e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Hoç, le të flasim pak për dinjitetin që njeriu gëzon pas vdekjes së tij, si thua, emrin që ai gëzon tek njerëzit. Dhe le ta fillojmë me njerëzit më të nderuar, me profetët dhe me sahabët. Pra ka njerëz që pas vdekjes së dikujt e nënçmojnë emrin e tij dhe ndoshta e fyen. Çfarë të drejtë kanë njerëzit në këtë lloj dimensioni dhe së pari siç ta flasim për emrin e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët. I vdekuri ka dinjitet. Dhe fakti që ai nuk na ngjon neve nuk do thotë që ne kemi drejt të prekim dinjitetin e tij dhe të flasim për të themi, të shpifim apo të themi gjëra të paqena, ta majmë në gojë të përmend metat e tij kështu me radhë. Duhet respektohet dinjiteti të vdekurit.